Të Korçës për shletjet në të përzemërta, mirënjohjen në të pakufishte, qytetarë dhe qytetarë të fitores, që shumë pritur. Nga Korça, Devolli, Ogradeci, Erseka dhe mbarë Shqipëria. Një përshtetjet për zemër të kam unë sot për drejtuesin politik të Partisë Demokratike dhe Aleancë për Shqipërinë Madhështore, zotin Ivi Kaso. Për sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë, aleat ndërmë kryesor në këtë aleancë Tedi Blushi. Përfaqësuesit tuaj nesër në Kuvendin e Shqipërisë kandidat të shkëlqyer të qytetarisë Korçës, Devollit, Ogradecit, Erseks dhe mbarë Shqipërisë. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, 4 ditë në ndaj nga një ditë e cila në të vërtet për ne shqiptarë ndanë 2 epoka. Ndanë epokën në të cilën ne, një popull i vujtur në diktaturën në staliniste, në rrugën tonë të lirisë, patëm një aksident si as një kohë tjetër. Përjetuam 12 vite narkodiktaturë. Përjetuam në 12 vite vendosni një regjimi i cili bëri gjithçka për të shtypur në Korçë dhe në Shqipëri pluralizmin, për të shtypur në Korçë dhe në Shqipëri opozitën, bëri gjithçka për të plaçkitur korçarët dhe shqiptarët, bëri çdo gjë për t'i përzënë ata nga vendi i tyre. Miq, çdo korçar i mençur, dhe korçare që mbyll sy dhe me dhon këto 12 vite, do të gjejë se Korça nga një vend shprese, nga një qytet i mrekullueshëm, i famshëm për dhuntit e veta, për kulturën, për artëdashjen,